Emigracioni vazhdon të jetë një sfidë sociale dhe ekonomike në Shqipëri, me nivele të ndryshme në qarqe të ndryshme, sipas të dhënave të Instat. Berati kryeson me rreth 70% të familjeve të prekura, ku largimi dhe rikthimi janë pjesë e strategjive familjare. Lezhë dhe Vlora shfaqin nivele të larta, me shumë emigrantë aktual jashtë vendit. Në Elbasan, Fieri, Durrës dhe Korçë, emigracioni është i përhapur, 35-40%, me një raport të balancuar mes të kthyerve dhe emigrantëve aktual. Gjirokastra dhe Kuksi kanë nivele më të ulta. Kuksi tregon emigrim më të gjatë me pak rikthime. Tirana dhe Shkodra paraqesin profile të veçanta. Tirana me emigracion më të ulët për shkak të rolit ekonomik, Shkodra me traditë të fortë emigrimi. Dallimet territoriale ndikojnë drejt për drejt në tregun e punës, zhvillimin lokal dhe politikat për kthimin e emigrantëve.